Mirë, duhet të qëndrojmë pak tek Egnatia, pritet ketë ndryshime rrënjësore, është njoftuar do të jetë një konferencë shtypi ditën e premte, do të flasi presidenti Demrozi dhe trajneri Tetova. Ka diskutime që Tetova mund të largohet në përfundim sezonit pas Final Four dhe Klubi Sportiv mëson se një trajner i ri shqiptar, i cili ka bërë mirë, pritet marrë drejtimin e ekipit Egnatias. Çfarë po ndodh te kampionat? Mund të ketë influencuar vendimi i Komisionit të Disiplinës për ta përjashtuar Tetovën me 6 muaj pezullim? Po besoj se po, është dhe një nga shkaqet, një nga arsyet që shon në këtë divorc, që është paralajmëruar, edhe pse presim nesër atë konferencën që do mbajnë. Por më duket edhe më shumë një, si thua, një ndarje natyrale, fundi një rrugëtimi të gjatë. Mos ta harrojmë që kampionati shqiptar është vrasës për trajnerët. Është shumë e vështirë gjithë trajnerët që të qëndrojë disa vite në një klub dhe të ketë kaq shumë suksese sa Tetova, dhe vjen moment që të dyja palët kanë nevojë, si thua, për një shkundje, për një lëvizje, një rrugtim të ri. Egnatia i ka marrë tani çdo trofe të mundshëm në Shqipëri në këto vitet e fundit. Skuadra ka ndryshuar pafund, edhe Tetova është ankuar goxha në të shkuarën për për lëvizjet e klubit, për strategjinë e klubit, largimet, janë shitur shumë lojtarë të rëndësishëm, janë larguar lojtarë me peshë që ndonjëherë edhe nuk janë zëvendësuar si duhet. Dhe në një farë mënyrë ka lënë të kuptohet Tetova që nuk është dakord. Është okay strategjia e klubit për të argëtuar sa më shumë në momentin e dur, që është shumë mirë, por në aspektin teknik të trajnerit është shumë problem të largohen gjithë lojtarë, po themi Lushkja, Ujka, Andreca së fundi, etj, dhe pastaj të gjesh lojtarët e dur, të futesh në ritëm, të gjejnë veten në skemat me lëvizjet e ekipit, janë është i bardhë shumë e madhe. Dhe ndoshta edhe për Tetovën ka ardhur koha që të provojë diçka të re. Nuk e di, a është e vërtet që mund të qëndroj këtu afër Rogozhinës të tërësorohet aty më afër, po shohim në vazhdim. Ka diskutime, po në këtë moment nuk mund të flasim më tepër. Mirë, Blerimja, ishte kënaqësi të kishim program. Faleminderit. Tu kemi mbritur në fund të Klubit Sportiv për sot, duke falenderuar për vëmendjen bashkë, mirupafshim.